ne garojmë si Parti Demokratike e Kosovës, ne tashve që kemi pranu propozimet prej degëve për kandidat për deputet, ne e caktojmë numrin degëve dhe thomë që i sjellë se bazë të formulës, bazë numrit votues takojnë 2-3 kandidat për deputet, ata zakonisht me hjek përgjegjësinë prej veti shpeshherë ti thu 3, ja thu dhe strukturën gjinore, a ti qënë 6. Se donë me thonë shiko, unë ju dërgova në qendër, po ju kanë hjek ata prej liste, kuptoj këto, po ne jem tash në kohën kur nështë apet 200-300 kandidaturave dhe të misil në 110. A mundet më konë pjesë që asaj kandidature mrena një liste, pe kuptoj, që nisma mundet me garu si subjekt, po mundet Fatmilima i më konë si pjesë e listës për dëgës? Nuk e shoh që kjo punë bëhet ashtu, do më thonë, unë e shoh që kjo punë bëhet me marrëveshje, bëhet me respekt reciprok, nuk e shoh zotin Lima që është një personalitet që mi thonë, hajde hinë merre një numër që to. Mendoj që kjo duhet me u bë pak në një proces ma të rregullt, pak ma fatgjatë. Ne do të kemi zgjedhjet e mbrëmshme në pranverën e vitit të ardhshëm. Bukur gjatë u bë që s'kemi pas zgjedhje prej bazës, prej nëndegëve, degëve, edhe nivelin qendror, dhe në pranverën e vitit të ardhshëm shpallen zgjedhjet e përgjithshme mrena Partisë Demokratike të Kosovës, duke fillu prej nëndegëve e deri te niveli qendror, dhe besoj që në atë proces të rregull zgjedhor, mirë të organizuar, me projekt, mendoj që ka me pas vend për gjithë në Partinë Demokratike të Kosovës. Visar? Pra, u kuptu që Limaj nuk do t'jetë pjesë e listës zgjedhore dhe nisma... Momenti kër e kom pa që kanë apliku për certifikim se partinë ndalë, ma ka marrë pak menja që Limaj do t'garoj vetë. Nuk e di që shpërfundon kjo, po... Do është me pas si plan rezervë? Jo, mu ma ka marrë mes, po thëmë që kam nëjë farë informate asë që është punë e kryme, se nuk e di që ka me bon fund Fatmilima e Anisma. Po, do është pak me kalu të një spari edhe një bashkohem urimit nga ylli. Dhe pajtona që për një men nuk është bashkoha ma e mire dhe ma e vëllitshme edhe në kuptimin e afateve kohore, se më bo kryetare me hinë zjedhe mas një muje, është shumë përgjithsi me pak mundësi. Dhe kjo kur nuk është kështu, që me thonë, falenderuese si punë, po natyrisht që Partia Demokratike e Kosovës ka vendosë dhe ju e keni marrë këtë përgjithsi që unë mendoj që ju ka takua dhe ju takon. Po du pak me ndru temën, me këtu temat organizative, me gjithat e në qështje të rëndësishme, po më duke që ju e azarunë dhe kemi folë shumë gjatë për to. Na e kemi pa dje edhe sët, disa reagime jashtëzakonisht për mendimin të të ashtë pranë gjuhë, ndaj lëvizjesve të vendosje për votën në KQZ, kundër listës serbe. Njëkohësisht e kemi pa një diskutim që ka ndodhur në Komitetin për Politikë Jashtme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kongresin Amerikan, i cili kështu si frym ka qenë jashtëzakonisht pozitive, mendoj në për Ballkanin edhe Kosovën, po ashtu kritik ndaj Albin Kurtit në atë rast, në pyetjen e kongresistit për 3 ekspertët, të 3 u pajtuan që Departamenti i Shtetit e sheh si pengues, si bllokues në farë mënyrë Albin Kurtin, dhe mendoj që kjo mesazh ka gjë problematik për të, po mund të jetë edhe për Kosovën. Në këtë drejtim duke pas parasysh që edhe jeni më informuar, dhe keni qenë tash në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si e shihni ju zhvillimet gjatë vitit ardhshëm ose gjatë 2 viteve dhe raportin që Kosova mundet dhe duhet ta ketë me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Pra po flasim përgjithësi cilat janë mundësitë, sepse pastaj natyrisht varet shumë edhe prej kush do ta udhëheqë qeverinë. Faleminderit zoti Meri, në këtë mozaikun politik të Kosovës për me plotësu edhe me kompletu diçka po mungon. Po mungon një qeveri e një kryeministër i cili është përbashkues. Nuk nënkupton kjo që na të shkrijmë gjithë në një parti politike. Bom bashkë në një parti politike. Po t'jemi partive ndryshme politike.